për bebën, janë kujdes edhe për mu, në për psikologe, që të mjek të më dërgu. Pra ti ke marrë edhe trajtimin e duhun të profesionistët. Ke vizitu psikologun edhe aty është vërtetu që ti je Kjo ka ndodhë shumë ma vënë. Pa sa kohë? Jo, kjo ka ndodhë vite ma vënë, sa që deri kur ma u lodha shumë, se anë këthi të bënë atë friken që nuk mundet me të bindë kërkush ty me shku të psikologu ose të neuropsikiatre, diçka. Tenton të dikush me thanë? Tentojnë shumë, për bëhesh aq agresive me ata persona, sa që duken që ata janë të smur, jo ti. Nuk pajtohesh me ta, se anë këthi e bënë ato. Sa zgjati kjo periull, Gjida? Kjo ka zgjatë 19 vite. 19 vite. E pas sa viteve ti u binde që duhet me vizitu psikologun? Shumë vite, dikun në 8-9 po. 8-9 vite po. Por tani fillova me lexu për anë, këthin, simptomat, për depresionin, pse shfaqet, pse vjen, edhe mu pa të lecu paka shumë. Une e frikën e madhe e kisha të vdekjes, po kur e kuptova që prej anktit nuk vdes, ajo më ngritin në kam dyqysh, një farë, ma dha një farë ndjesie shumë mirë, një farë flodi me thonë këto. Edhe, po prapa ajo bëj këtë vetën, herë mire, herë keqe, tani fillova dhe me ligjerata islame, për shërimin e ankthit, stresi, depresionit, u vedisova shumë për këtë pjesë. Pra ti nuk e qene mbuluar më përpara? Jo. Fillova me falë tani namazin, mu lecu shumë, u binda ndaj Zotit, tani dikur ma vën, edhe jam mbulu, edhe mu tash jam shumë mirë. Pra, 19 vite janë shumë, janë një jetë të tërë, sidomos kur ke edhe përgjithësim për të rritur fëmijë, dhe sidomos kur se duket gjendja ankthit ka qenë në një gjendje alarmante, po themi, është shqetësuese me që nuk ke pranu ndihmë edhe ke refuzu çdo lloj këshille që të është dhënë. Më tha edhe më herët që në mesin e këtyre viteve ka pas aty tek tuk edhe momente të bukura. Çka kishe veçu, ose çka ke sot në memorien tënde për gjatë këtyre viteve? Nga të bukurat, nga ato që ti konsideron që pavarësisht këtyre simptomave të ankthit, pagjumësisë, lodhjes edhe mendimeve të këqija që ke pas në kokë, në disa momente je ndje mirë. Ankthi aq i errët që është, sa që vetëm një minutë me mundi mirë, ty doket e gjithë bota që është e jotja. Ka pas momente që jam di shumë mirë, kam lujt me fëmijët, kam kalu një ditë ekstrem qetë, bukur, relaksuse, sa që nuk i harroj kur ato momente. Ndoshta me fjalë nuk spjegohen aq mirë, po atë lumëturin që unë e kumë përjetu, atë ditë mu ka dukë se gjithë qka është e jam janë këtë botë. Atë shumë që kumë kalu. Po ka pas edhe raste ekstrem të këqija. Deri në që ekstrem? Deri në qëfar ekstreme? Deri sa që s'ka mujtë ma, jam dërzu krejt. S'ka mujtë as mu qunë komas. Jam konë me thonë me një farë gjendje koma, pe që uja shto. Ekstrem rast, ma nuk e di. E këti për të këqia në konë ato momente. Ka të shën mjekët, Gjida, kur fillove trajtimin edhe të psikologu ose të tjera të fushës që të është dashtë, qarë pënin ata? Nuk është që i kam majtë seancat psikologjike deri në fund. Po pëse? Shkoj isha 2-3 seanca, po vetë ankthi e ka ato që nuk klenë ty me shku. Po ti e me fort, ti duhet a luftash ato? Nuk pajtohet. Vën kam nisë me luftu me ta, vën e kam kuptu. Aj ankthi nuk klenë ty. Aj vetë është i tillë që ty që ti me refuzu krejt ndihma që mund me t'jep dikush. Edhe kam pasë psikologë më thejke prej fëmiris, si ato seancat ma që shimojnë fëmirje ke pa se ashtu kështu, kisha problem tani unë me frymarjen, a i më thejke që ty nuk më dalit fryma, ty tu ka bo ves. Për shambull, pjen uj tjetë në fët, ty do këtë, po nuk tjetë për i me. A i më pejke që nërsimi e pjeti ujin. Sa isha para psikologut, ujnë e pisha perfekt. Si shko isha në shpis, ka pos shansë. Prapa jo. Andaj duhesh me i shpeshtu vizitat të psikologu edhe me imbajt komplet seansat që ata i sugjerojnë. Se janë njerëzit e fushës Gjida edhe pavarësisht ku e gjejmë ne
nga besimi, apo kudo që i gjejmë këtë prehjen shpirtërore, fillimisht janë mjekët ata të cilët duhet t'ua besojmë jetën, e shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm. Mua atë shumë patën hupë shpresat në për mjekësi, në për se bëjshë analiza e gjithë qkaja, ne këni gjitha në regull. Edhe më hupën shpresat më në mjekësi, thojsha veç zoti munet edhe u krymaj e hupa shpresën, nuk shkesha kërkon ma. As të psikologët, as të mjekët, as analiza, as kur gjoheq. I kalojsha vetë. Si sulme të panikut, ka pas rast që kom pas sulme të fort atë panikës, jam shku në emergjencë më kanë qu, edhe që është ma e keqja se ju kërkoj të falje gjitha ty në mjekëve që jam silë shumë keq me ta. Më thojshin mirje, unë thojsha, unë përdu me vdek, ti po më thoj mirje. Aq keq që unë isha, aq e pa frym që shka isha, me shtrëngim të gjokësit, kraurori, më thojsha kam infrakt. Më begoj s'ki infrakt mirje. Si e sot Gjida? Sot jam shumë nga këto simptomat që përmende, edhe nga ky 19 vjeçar që e përshkruam deri tani, prej sa kohësh je mirë edhe a ke pasur përsëritje të ndonjënës prej situatave? Që 6 vite jam mirë, ndodhin nga njëherë në gjumë dhe anktet leta, po jo. Ndodhë, rrallë nëherë, po jo. Nëse kaloj në e ditë stresushme, në e marrë në i lajmë, dëdhëm shumë, diqka po. Sa fëmi ke sot? 5. 5, në jetë të gjatë. Faleminderit. Ti këtëjem pak edhe njëherë burg pamure, sepse kjo pra, aty ka njëse edhe, themi, fjalët e para të historisë tënde, me u qitë në letër, prej momentit kur ti fillove të ndihesh më mirë me vetën, edhe ti kaloje gjitha ato përjetime. Dua që të më ndash sot diçka, më thanë që ke një poezi, diçka që ke shkruar e do të ndash me ne, për qa flet poezia? Unë me të thot drejten, gjitha i kam emocionale. Ashtu, isha dhe ashtu. Unë e kam shumë poezi, prej vogjelis shkry poezi, po njënën që e du prej mas shumë, të edhe kam shkru me shumë emocion dhe me shumë dashni, është kjo shkollë e vështirë. Shkollë e vështirë, kur jeta të merë shumë, e së të pytë pse e si, të mëson të ecësh fort edhe kur s'ke fuqi, të vë barë mbi shpinë, të lë plagë në zemër, por shpirti që s'thyhet del më i fort çdo herë. Në net pa zë, e pa gjumë, mësova të duroj, të qesh para botës kur brenda digjesha nga dalë. Se dhimbja s'është fundi, por shkollë e vështirë të bën më të ditur më bornesh më të lirë. Shumë ëndra mu tretën, si hije në terë, por shpresa su shua, su dërzova as njëherë. Nga lotët u rrita, nga heshtja mësova, se kush bie e qohët në fundi vjen fitoria. Sot eci me kokën lartë, po jo pa plagë në dritë, se gjdo dhimbje që kalova më bëri më njeri në këtë jetë, dhe nëse më pyesin që ka mësuar nga kjo rrugë gjatë, që shpirti që s'thyet fiton gjdo betej gjdo fatë. Gjitha pra, i ke të periudhave të ndryshme, të që nga e vogël e deri më sot. Ke edhe një alfabet sekret, po më thona? Po, e kam përfundu që një 4-5 dit, kam fillu që një konja alfabet sekret. Qa bëhet fjallë aty? Është një alfabet që vetëm unë e kuptoj, vetëm tash prej ati alfabeti sekret, do t'a bëjnë një ditar që s'ka mujtë mi shkru në liber, do t'i shkruj të gjitha në alfabetin sekret. Në ditarin sekret aty. Të cilin s'mund t'a dëshifroj askush si pas teje? Kusht po jënë t'a shkruash pra, apo t'a shlirash vetën? Vetëm ta t'i qesë ato krejt që ka s'muj mi full të njerëzit, që ka s'muj në liber, edhe kam vendos me bo një alfabet sekret. Okej, si duket, si mund duket, se tash në abune kureshtare? E kam një... E kam edhe librin... Nëse e dëshifron dikush. E kam edhe librin e dytë, gati, për botim, quhet Unë dhe ti që s'u bëm ne, është një liber dashurie kështu diqka, edhe kam shput një frazë shkurt, ati libri dhe kam shkru me alfabetin sekret. Okej. Edhe alfabetin kështu nuk e poshtë arsyshme me marë, sepse mundet edhe me dëshifru dikush nëse është para kamere këtu. Edhe këtu është më 10 ditë të bukura, por edhe net të gjata, kur e kuptova sa fort mund të jem, edhe pse dhimbja më lodhi. Ajo është nga
një frazë nga i libri që do ta botoj në të ardhmen. Okej. Ky është alfabeti. Ta shoh pak moj. Tash se moj ta në mend qatë. Okej. Jo, nuk shquem kështu për deshifrime. Deshifroj disa gjana tjera. Nuk e di, Gjida. Ta presim librin kur ta botosh? Kismet një ditar sekret do ta bëj, sekret. Edhe aty do t'i qes të gjitha ato që s'muj me fol me njerëzit, edhe s'ka mujt me gjithë libër. Ke akoma gjana që s'mund t'i flasësh me njerëzit? Këtu që ka në libër nuk është as gjysmë me asaj, as qëre, ku mi me thonë. Po pra se 19 vjetë s'janë pak. Po, e kum ba me do pika qkurtëra ma thelpsore, ma interesante që janë, kum dash me bo. Edhe do janë që nuk e kum po të arsysh me miqi, qka ku i rëthanave, familjarve, para gjukimeve, shumë zane kështu. Mua më vjen mirë që ti e mirë me shëndetin, kjo po që ka rëndësi, të këshilloj fort, po fort, edhe ty, edhe atyre që mund të gjinde në situatat të ngjashme nga ato simptomat që ti përmende. Përgjithësia ime para kamerës edhe publikut nuk më le ta mbyll këtë bisedë pa ju thënë vizitoni dhe trajtoni tek mjekët profesionist të fushës, që është shumë e rëndësishme. Tanë edhe unë ju them shumë kanë shkrujt, shumë kanë pas aq shumë SMS-a sa që s'kam besu. Shumë kam pas për njerëzve, edhe si e kalove, shko të psikologu, ta shumë jam pishman që s'kum shku ma heret, po kam vujta që... Së shbonë, se njeriu nuk bët të mbri në atë fazë për të vizitu psikologun. Po, 19 vite kam jetu në rësirë ekstrem të madhe, edhe prandaj kam që burg pa mure, për mu ka qenë një burg, një izolim i vërtet. Nga i cili e shliruar, sot? Elhamdulillah, shumë mirë jam. Gjita, më ikën minutat, ja morëm edhe arbrit, se zakonisht në ambyll me një këngë këtu, po faleminderit që erdhe. Faleminderit. Shumë shëndet tutje për ty dhe familjen. Miq, shkëputemi këtu, faleminderit për vëmendjen edhe ju që ishit me ne, do takohemi nesër, vazhdoni me ATV-n. Natën nga unë.